Përshëndetje i Greta Sinana, mirë se keni ardhur në Solve Intervista. Përshëndetje. Atëherë ju jeni presidente e Durrës Toastmasters. Për ata që një pjesë e njerëzve dhe unë për herë të parë kisha dëgjuar, u futa kërkova pastaj. Për ata që dëgjojnë për herë të parë si puna ime, çfarë është Toastmasters? Toastmasters është një organizatë ndërkombëtare që ndihmon njerëzit të zhvillojnë aftësinë e komunikimit, të folurit në publik dhe të leadershipit. Por për mua është më tepër se kaq. Unë do ta quaja Toastmasters një komunitet të vetë zhvillimit, ku njerëzit mund të praktikojnë, të mësojnë dhe të bëhen çdo herë edhe më mirë. Si lidi ideja e Toastmaster Durrës? Unë kam jetuar në Zelandën e Re për 4 vjet dhe kur erdha në Shqipëri vitin e kaluar më mungonte shumë komuniteti i Toastmasters që kisha atje. Më mungonte ajo stërvitja që bëja me trurin, sfida ndaj vetes, motivimi për të lexuar dhe për tu përgatitur për tema të ndryshme. Prezantimi, praktikimi i anglishtes. Dhe thash, po pse jo? Pse të mos tentoj të hap një Toastmaster Club në Durrës? Dhe krijova kështu faqen në Instagram dhe fillova me postimet e para. Nuk e dija nëse do të kishte njerëz të interesuar apo jo, por ja që kishte. Që në postimet e para fillova të kontaktohesha nga njerëz që më pyesnin për klubin, çfarë është Toastmasteri, filluan të vinin dhe të vizitonin, disa prej tyre u bë dhe antar. Dhe gradualisht u formua grupi prej 20 personash që ishte e nevojshme për ta çuar grupin drejt certifikimit nga Toastmasters International. Po ju si mendoni, pse kishte Durrësi nevojë për një grup Toastmasters? Fillimisht u interesova dhe pash që Durrësi nuk e kishte një Toastmaster Club. Por Durrësi ka dhe komunitetet huaja, si komunitetin amerikan edhe komunitetin ukrainas, të cilët duan të socializohen me shqiptarët dhe të integrohen më shumë në jetën sociale të Durrësit. Madje ne kemi edhe themelues nga këto komunitete në grupin tonë. Pra, përveç socializimit, komunikimi në fakt është diçka që ne na duhet kudo. Në punë, në biznes, në marrëdhënie dhe në jetën e përditshme. Shpesh ndonjëherë nuk mjafton të dish diçka, duhet të dish edhe ta komunikosh mirë dhe mendoj se Durrësi ka shumë njerëz me potencial dhe shumë hapësirë që ky talent të zhvillohet edhe më tej. Mund ta tregoni shkurtimisht se çfarë ndodh gjatë një takimi Toastmasters? Dakor, takimet janë shumë dinamike. Ka fjalime të përgatitura, improvizime, role të ndryshme dhe dhënie feedbacku. Për shembull, çdo seancë ka një temë të ndryshme dhe secili është i përgatitur për rolin e tij gjatë asaj dite. Të gjithë angazhohen në mënyrë të barabartë dhe rolet ndërrohen çdo javë. Kështu që secilit i jepet mundësia t'i provojë të gjitha rolet. Ne takimet i bëjmë çdo të martë nga ora 7:30 me 9 mbasdite. Një javë i bëjmë takimet online, javës tjetër takohemi në Durrës në një ambient të qetë dhe të përshtatshëm për prezantime. A duhet jesh i mirë në të folurin publik, në komunikimin publik që të marrësh pjesë në Toastmasters, në grupin tuaj? Unë do të thoja as pak. Në fakt do të thoja të kundërtën. Toastmasters është pikërisht për njerëzit që duan të bëhen më të mirë. Nuk vjen se je perfekt. Vjen sepse dëshiron të përmirësohesh. Po, çfarë përfiton kryesisht një pjesëmarrës në një grup Toastmasters? Një pjesëmarrës mund të fitojë shumë më tepër se aftësinë për të mbajtur një fjalim. Fiton vetbesimin, aftësi komunikimi, aftësi leadershipi, mundësi për të njohur njerëz të rinj dhe një komunitet që të mbështet. Dhe besoj se një nga gjërat më të rëndësishme është që fillon ta njohësh më mirë edhe veten. Si mund ta ndihmojë Toastmasters një person i cili duhet të përmirësojë anglishten apo ka dëshirë ta përmirësojë anglishten? Kjo është një pyetje shumë e rëndë sepse seancat tona janë në gjuhën angleze. Dhe kështu që pjesëtarët kanë mundësi të praktikojnë anglishten çdo javë në një ambient argëtues.
nuk mëson vetëm duke dëgjuar ose duke lexuar, po duhet edhe ta përdorësh gjuhën. Dhe në Durrës Toastmaster ke mundësi të flasësh, të dëgjosh, të marrësh feedback dhe gradualisht të përmirësosh gjuhën angleze. Një person që ka turp, po themi ne, të flas, të prezantojë, apo të prezantohet, apo të komunikojë me të tjerë, ju çfarë sugjeroni këtij personi? Do të thoja që mos prit që frika të zhduket para se të fillosh. Fillo aty me frikën prezente. Hera e parë do të jesh nervoz. Patjetër. Ndoshta do të harrosh se çfarë duhet të thoje. Ndoshta do flasësh shpejt se ke emocione. Dhe është në rregull, sepse kjo na ndodh të gjithëve. Pastaj vjen hera e dytë, hera e tretë. Dhe një ditë kupton se nuk ke më aq frikë. Çfarë bën Toastmaster Durrës, po themi ne, në ndryshe nga një kurs tjetër tradicional për komunikimin? Dallimi kryesor do thoja unë është praktika. Ne nuk jemi ulur në një klasë duke dëgjuar dikë të na shpjegojë se si duhet të komunikojmë. Ne ngrihemi dhe e praktikojmë. Flasim, prezantojmë para të gjithëve dhe përfshihemi në role të ndryshme. Në çdo seancë marrim feedback nga pjesëtarët e grupit, pra mëson duke bërë, duke praktikuar dhe duke ndërvepruar me njëri tjetrin. Juve personalisht, kujt do t'ja rekomandoni të më shumë një, po themi ne, aktivitet në Toastmasters? Unë personalisht do t'ja rekomandoja kujdo që ndjen nevojën që të zhvillohet vazhdimisht. Profesionistëve, studentëve, sipërmarrësve, njerëzit që duan të përmirësojnë anglishten, njerëzve që duan të bëhen lider më të mirë, dhe sidomos atyre që mendojnë po unë nuk jam mirë në të folur. Ka vend për secilin prej nesh dhe gjithmonë ka një hapësirë për edhe më mirë. Keni një vizion ju për të ardhmen e Durrës Toastmasters? Cili është ai? Po patjetër. Unë dua që Durrës Toastmasters si fillim të bëhet një komunitet i fortë dhe i qëndrueshëm, ku njerëzit të vinë jo vetëm për të mësuar, por edhe për të krijuar miqësi, për të bashkëpunuar dhe për të mbështetur njëri tjetrin. Unë personalisht do të doja që nëse do të kem mundësinë që të jem ende gjallë, të festoja një ditë 50 vjetorin e themelimit të Durrës Toastmasters. Pra, ajo që ne kemi filluar në këtë vit, të vazhdoj për breza me radhë dhe të frymëzoj sa më shumë njerëz në Durrës. Kjo është vizioni. Si mendon tash, nëse dikush kishte dëshirë të merrte pjesë në Durrës Toastmasters, si mund bëhet pjesë e klubit? Është shumë e thjeshtë. Mund të na kontaktojë në rrjetet tona sociale Durrës Toastmasters Club ose të marrë pjesë në një nga takimet tona. Mund të vi fillimisht si vizitor, pa pagesë, online ose fizikisht për 3 takimet e para. Kështu që mund ta shoh nga afër se si funksionon një takim, të njihet me njerëzit dhe të kuptojë nëse ky është ambienti i duhur për të apo jo. Pastaj, nëse e ndjen që është diçka për të dhe dëshiron të bëhet pjesë e klubit, mund të regjistrohet si antar, pagesa është diku te 16.000 lekë të vjetra në muaj. Modeste, po. Nëse do të jepni dikujt një arsye të vetme për të qenë pjesë e Toastmasters, cila është ajo? Vetbesimi. Për mua vetbesimi. Vetbesimi nuk ndërtohet duke pritur, vetbesimi ndërtohet duke vepruar. Dhe Toastmasters të jep një ambient ku mund ta bësh këtë hap, qoftë për të përmirësuar anglishten, mënyrën se si komunikon, apo mënyrën se si ti perceptohesh nga të tjerët. Kur një person mendon që unë nuk jam tip që mund të flas në publik, ti çfarë thua? Do t'i thoja që askush nuk lind duke ditur të flasë në publik. Të flasin në publik është një aftësi që mësohet dhe zhvillohet, nuk është një tipari i personalitetit. Ka njerëz që e praktikojnë dhe përmirësohen, dhe ka njerëz që thjesht nuk e kanë praktikuar ende. Njerëzit çfarë marrin pas një takimi, pasi kanë ardhur një takim në Toastmaster Durrës? Çfarë marrin mbrapsht? Shpresoj që të marrin me vete frymëzimin. Edhe nëse dikush vjen në një takim dhe nuk flet fare, por në fund largohet duke menduar.
herën tjetër dua ta provoj atë rol. Për mua ky është një sukses. Sepse ndonjëherë nuk ke nevojë të bësh një ndryshim të madh. Mjafton të largohesh me dëshirën për të bërë një hap sado të vogël. Me 3 fjalë, si do ta përshkruani Toastmasters Durrës? Toastmasters është guxim, komunikim edhe rritje, lartësim. Dikush pse duhet të vijë në takimin e ardhshëm? Po sepse nuk ka asgjë për të humbur. 3 takimet e para janë falas, eja, ulu, shiko si funksionon, tako pjesëtarët e grupit, ne të gjithë jemi shumë friendly dhe miqësor dhe kupton nëse është diçka për ty apo jo. Ndoshta fjalimi yt i parë nuk do jetë perfekt, patjetër, por mund të jetë frymëzim për dikë tjetër dhe mbi të gjitha mund të jetë fillimi i një visioni shumë më të mirë të vetes tënde. I Greta tha shumë gjëra, shumë interesante. Në fakt kam edhe një mesazh për publikun. Cili është mesazhi juaj? Eja, provoje, gjej veten, gjej njerëzit si puna jote, njerëz që të frymëzojnë, njerëz që të inspirojnë. Bëu versioni më i mirë i vetes tënde. Provo të zhvillosh aftësi të reja dhe komunikimi është diçka që ne e duam në përditshmërinë tonë. Pse jo? Të falenderoj Greta, të uroj suksese me Durrës Toastmasters dhe uroj që ta festosh atë 50 vjetorin. Uroj shumë edhe unë. Faleminderit shumë për intervistën. Ju uroj gjithë të mirat.